Me rastin e ditës botërore të pneumonisë në qendër të qytetit të Tetovës janë shpërndar maska mbrojtëse ndaj ndotjes kancerogjene nga ana e lëvizjes Besa. Këto maska shpërndahen sepse ato realisht i mbrojnë qytetarët nga helmimi masiv që po i bëhet qytetit të Tetovës, theksuan nga lëvizja Besa. Siç dihet, sot Tetova radhitet ndër qytetet më të ndotura në botë. Si pasojë e kësaj ndotje, sot në Tetovë sëmundjet me kancer të mushkrive janë rritur për 80%. Ndërsa kemi rritje enorme të aborteve dhe rritje të infertilitetit mashkullor. Prandaj jemi këtu që të konstatojmë se të gjitha këtë sëmundje i kemi peshqesh nga qeveria BDI VMRO, që vazhdimisht po ja zgjat afatet e punës Jugorromit, edhe pse kjo fabrikë nuk ka bërë asnjë avancim në instalimin e filtrave ekologjik. Të gjendur në këtë situatë, na bie thjesht të konkludojmë se kjo qeveri, përveç që na e ka nxirë jetën, duke na varfruar, duke na manipuluar dhe duke na diskriminuar si njerëz dhe si shqiptar me veprimin e saj ndotës në Tetovë. Ajo tekstualisht po na nxin edhe mushkrit. Më keq nuk ka si bëhet. Në ndërkohë, pas reagimeve të shumta të banorëve, komuna e Tetovës përfundimisht ka filluar trajtimin e rrugëve me kalcium acetat mas për të zbutur ndotjen e ajrit. Me këtë metodë, sipas institucioneve shëndetësore, ndotja pritet të ulet deri në 30%. Deri më tash, sipas matjeve zyrtare, ka një përmirësim të ndotjes, por jo në atë nivel të dëshirueshëm, thot mjeku Ratko Davidovski nga Qendra për Shëndet Publik. Sipas tij, në periudhën e ardhshme pritet që situata të alarmohet më shumë me ndotje, sidomos gjatë periudhës së dimrit. Matjet zyrtare shumë pak tregojnë përmirësim, por jemi duke përgatitur analizën për javën e ardhshme, tha ai. Ndryshe, trajtimi i rrugëve me kalcium acetat si mas për të zbutur ndotjen e ajrit do të vijojë disa ditë deri në spërkatjen e të gjitha rrugëve të qytetit dhe fshatrave të rajonit. Sa kjo do të jetë efektive ende nuk ka indikacione, por ajo që tashmë dihet është se fabrika Jugorrom, e cila vite me radhë ndot të ajrin, ende nuk ka vendosur filtra, edhe përkundër se kanë kaluar shumë muaj që kjo fabrikë ka të kaluar afatet e dhëna nga qeveria për vendosjen e filtrave.